Vjen një infermiere, nuk e di cila si qysh tek, do doja shumë ta njihja atë vajzë. Dhe në vend që t'i bënte Daviksonin, antibiotikun ta shkrinte në ACL, e vendos direkt në Vigon antibiotikun. Fëmia son shok në atë moment. Sepse ajo me çfarë më kanë thënë përvëlon. Unë nuk e di si është, ama di që djali im u zbardh dhe ju mor fryma. Dhe në atë moment janë trembur edhe ata si staf, kanë ardhur, janë mbledhur. Bashkëshorti im nuk ishte kuptuar çfarë po ndodhte. Thjesht djali i reagoi dhe i tha: "Baba, më mor fryma, baba." Kaq. Dhe me Dartin ndodhi së fundmi që kishte probleme me urinimin, unë e çoj përsëri te pediatria dhe ajo mori stetoskopin të shihte mushkrit. Tani unë nuk jam mjeke, po ka gjë e kuptoj. Kur fëmia nuk urinon, s'ka lidhje me frymarrjen dhe me mushkrit, ka lidhje me barkun, ka lidhje me zonën gjenitale, do të bësh një analizë urine, do bësh një eko.